Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Artan Boçin, sekretar për çështjen e pronave në qeverinë teknike. Përshëndetje Artan. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Artan, në qeverinë teknike jeni caktuar në krye të një ministrie të re. Çfarë përfaqëson kjo ministri? Po, është e vërtetë që kjo është një risi në Republikën e Shqipërisë, do krijohet një ministri për çështjen e pronës. Siç e dim deri më sot, drejtoritë e pronave si aluizmi, zyra kadastrës e të tjera agjenci janë shpërndarë në për drejtori dhe ministri të ndryshme dhe qytetari për të zgjidhur një problem duhet të përplasej në për labirintet pafund të zyrave të qeverive që kanë kaluar 33 vjet dhe çdo agjenci e hidhte fajin tek tjetra nuk është problemi im, kështu që problemi i qytetarit mbetej prap i pasgjidhur. Ne kemi menduar që të krijojmë një ministri për mbrojtjen e pronës dhe të përmbledh të gjitha drejtoritë dhe agjencitë që kanë të bëjnë me çështjen e pronës në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo ministri do të quhet Ministria për mbrojtjen e pronës. Cili është qëllimi i kësaj reforme kaq të thellë? Kjo reformë është e domosdoshme pasi ka 33 vjet që nuk janë zgjidhur problemet e pronave. Ne dim kalvarin e pafund që kanë kaluar qytetarët shqiptar që nga konfiskimi i padrejtë që u është bërë në kohën e komunizmit dhe zgjidhjet nuk kanë marrë edhe në 33 vjet demokraci. Prandaj ne menduam që të krijojmë këtë dikaster dhe të krijohet një databazë me të gjithë të dhënat e pronave dhe dosjet e pronave për qytetarët e Republikës së Shqipërisë, në mënyrë që të zgjidhet problemi i tyre duke trokitur në një zyrë dhe jo duke vrapuar nga një derë në tjetrën dhe nuk zgjidhet problemi asnjëherë. Çfarë ndryshon konkretisht për qytetarët? Qytetarët do të gjejnë zgjidhje tek Ministria për mbrojtjen e pronës, pasi do të jenë të mbledhura të gjitha të dhënat dhe dosjet në një dikaster të vetëm. Dhe drejtoritë dhe agjencitë që do varen nga Ministria për mbrojtjen e pronës do komunikojnë me njëra tjetrën në mënyrë që problemi i qytetarit shqiptar të zgjidhet sa më shpejt të jetë e mundur. A do të zgjidhen përfundimisht konfliktet e pronësisë? Do të zgjidhen një herë për gjithmonë pasi do bëjmë një kornizë ligjore që të hiqen mbi vendosjet e pronave dhe të zgjidhet problemi i pronarëve të vjetër një herë për gjithmonë. Prona të shkojë aty ku duhet të shkojë. Një mesazh për ata që kanë pritur një jetë të tërë për pronën e tyre. E dim që jeni lodhur pafund dhe ju kanë kaluar vitet më të mira të jetës tuaj duke vrapuar në për zyrat të qeverive të ndryshme që kanë kaluar këto 33 vite, por besoj se vuajtjes tuaj po i vjen fundi pasi çështja e pronave do zgjidhet një herë për gjithmonë. Zoti Boçi, çfarë mesazhi keni për të rinjt shqiptar? Ata që janë ende këtu dhe ata që janë ende në emigracion. Mesazhi im për të rinjt shqiptar është që ta shikojnë të ardhmen në Shqipëri, sepse ëndra e bukur mund të ndërtohet edhe në Shqipëri. Ju lutem qëndroni këtu, të sakrifikojmë së bashku, të punojmë së bashku, të ndërtojmë shtëpinë tonë. Nuk është jeta e mirë vetëm në emigracion. Jeta mund të ndërtohet në vendin tënd duke folur gjuhën tënde, duke ruajtur traditat, zakonet dhe vlerat e kombit tënd. Ndërsa për bashkëdhetarët që ndodhen larg Shqipërisë, do ju bëj thirrje ktheni syt nga Shqipëria. Ne kemi shumë nevojë për dijet tuaja, për eksperiencën tuaj shumë vjeçare, e dim vuajtjen që keni kaluar duke derë djerës pa fund, por kjo është një eksperiencë e madhe që ne na nevojitet shumë. E jani të gjithë së bashku të punojmë, të ndërtojmë jetën, të ndërtojmë Shqipërinë tonë të dashur. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Boçi. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët shihemi në transmetimin e radhës.